Gjykata e lartë vlerëson të drejtë vendimin e gjykatës së apelit të posaçëm për shfuqizimin e masës detyrim paraqitje për gazetarin Elton Qyno nga gjykata e posaçme e shkallës së parë me kërkesë të SPAK. Në vendim thuhet qartë që pavarësisht se prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme e shkallës së parë kanë parashtruar një sër komunikimesh telefonike mes të dyshuarve si pjesëtar të një organizate kriminale, ku citohet edhe gazetari Elton Qyno, provat apo aktet e verifikuara deri në këtë fazë nuk e mbështesin dyshimin që i hetuari Elton Qyno ka kryer një veprim në kundërshtim me detyrën e tij të gazetarit. Po ashtu nga prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme e shkallës së parë janë cituar artikuj dhe lajme të ndryshme të publikuara nga media audiovizive, pranë të cilës Qyno ushtronte profesionin e tij. Gjykata e lartë thotë se lajmet e referuara nga prokurori dhe gjykata e shkallës së parë janë publikuar dhe përcjellin informacione mbi ngjarje të caktuara kriminale, për të cilat prokuroria e posaçme nuk ka pretenduar se janë të rreme apo janë të vërteta. Në këto lajme tregohen fakte, vende, emra të personave të dyshuar apo të përfshirë që nuk kontestohen nga prokuroria si të rreme apo si lajme që nuk pasqyrojnë të vërtetën, që në thelb është misioni, detyra e një gazetari. Nga i gjithë parashtrimi i fakteve nga prokuroria dhe gjykata e shkallës së parë, gjykata e lartë vlerëson se mund të ngrihen dyshime të bazuara për shkeljen e etikës profesionale të gazetarit, por kjo nuk mjafton për të ligjëruar iniciimin e një procedimi penal apo caktimin e një mase sigurimi. Kolegji konkludon se ndaj personit nën hetim Elton Qyno nuk mund të caktohet një masë sigurimi personal, por hetimi ndaj tij mund të vijojë. Natyrisht, në vijim të hetimeve prokuroria e posaçme duhet të verifikojë me kujdes çdo të dhënë në raport me të hetuarin, duke shmangur çdo ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat e tij si gazetar, duke argumentuar nëse ekzistojnë apo jo nevojat e sigurimit në raport me faktin penal për të cilin dyshohet. Transkriptimi i përgjimeve të përfituara nga përdorimi i Sky ECC apo platformave të tjera duhen verifikuar me kujdes dhe duhen analizuar nëse përputhen apo jo me prova të tjera që mund të konfirmojnë vërtetësinë e tyre. Në rastin e lajmeve të cituara nga prokuroria e të referuara nga gjykata, nuk ka një analizë të mirëfillt nëse gazetari Elton Qyno ka ndërhyrë në këto lajme, ka publikuar të dhëna jo të vërteta, apo nëse pas marrjes së një përfitimi të parregullt, siç pretendon akuza, lajmi është fshirë apo është ndryshuar pjesërisht apo tërësisht. Kolegji në këtë drejtim vlerëson të drejtë arsyetimin e gjykatës së posaçme të apelit. Dyfishimi i përfitimit të shumave në euro mund të përbëjë një drejtim tjetër të kryerjes së hetimeve që lidhen me ushtrimin e ndjekjes penale, mundësi të cilën e vlerëson vetë prokurori i posaçëm që drejton hetimin, dhe se pamundësia e caktimit të një mase sigurimi nuk është pengesë e kryerjes së veprimeve të nevojshme që lidhen me ushtrimin e ndjekjes penale, qoftë edhe për të njëjtën vepër penale. Në përfundim, referuar të gjitha shkaqeve të ngritura në rekursin e të paraqitura nga rekursi i prokuroria e posaçme, kolegji konkludon se vendimi numër 01 i datës 24 i parit 2025 i gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar duhet të lihet në fuqi. Kolegji vlerëson se gjykata e apelit ka zbatuar drejt ligjin penal, materiale, procedural, nuk konstatohen shkelje apo zbatimi gabuar të ligjit procedural me pasojë pavlefshmërinë e vendimit, si dhe nuk rezulton që vendimi i rekursuar të jetë në kundërshtim me praktikën e kolegjit penal dhe kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë.